Zëvendës kryeministre dhe një herazi Ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku ka mbledhur me urgjencë në prefekturën e Fierit shtabin e emergjencave civile për të analizuar situatën e përmbytjeve në qarkun e Fierit. Gjatë mbledhjes, zëvendës kryeministre theksoi se situata paraqitet problematike, veçanërisht në zonën e lumit Vjos, ku prurjet e larta kanë shkaktuar përmbytje dhe rrezik për zonat e banuara dhe tokat bujqësore. Ministre kërkoi angazhim maksimal nga të gjitha strukturat vendore dhe institucionet përgjegjëse për menaxhimin e emergjencave, duke theksuar nevojën për prezencë të vazhdueshme në terren dhe ndihmë konkrete për qytetarët e prekur, veçanërisht në bashkinë Fier. Po ashtu Balluku udhëzoi që njësitë vendore që aktualisht nuk paraqesin problematika nga përmbytjet të vijnë në dispozicion për të ndihmuar zonat më të prekura me mjete, forca njerëzore dhe logjistik në funksion të përballimit të situatës së krijuar. Në prononcimin për mediat pas përfundimit të mbledhjes, drejtuesja politike e qarkut Belinda Balluku ka pohuar se janë diskutuar me hollësi të gjitha detajet për planin e masave për situatën e krijuar nga rreshjet, veçanërisht në zonat problematike ku ka toka bujqësore dhe banesa në ujë. Gjendja emergjente e Fierit është ajo që na shqetëson më shumë, pasi bashkitë e tjera nuk e kanë një problematik të tillë. Ka lushnja disa toka rreth 60 hektarë që ndodhen në ujë në këto momente, por janë më shumë toka bujqësore. Në ndërkohë që kemi një situatë mallakase në zonën e Poçemit, vetë kryetari i bashkisë ka ndërhyrë atje për evakuimin e një familje, e cila është bërë tashmë, por kemi diskutuar për gjithë planin e masave duke nisur nga ky moment dhe në vazhdim. Keni parasysh që ka një përmirësim të motit në këto momente, përveç erës që do të arrijë edhe kulmin e saj në ulësirën perëndimore me 25 metra për sekond. Nga ana tjetër, kushtet atmosferike po përmirësohen. Për sa i përket prurjeve të Vjosës, sigurisht ne nuk shikojmë vetëm rreshtet që ndodhin në lokacionin ku ndodhemi, pasi ka të bëj edhe me prurjet që vijnë nga zonat e tjera të jugut, pra duke nisur nga zona e jugut Shqipërisë, por edhe nga Greqia. Megjithatë, do ta monitorojmë në 8 orët të ardhshme për të parë të gjithë vijimsinë. Është e rëndësishme të thuhet që i kemi kërkuar të gjithë në bashkitë e qarkut të Fierit që të jenë në gatishmëri dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Kështu ka ndodhur edhe me bashkinë e Roskovecit, me bashkinë e Patosit, kanë vënë mjetet e tyre në dispozicion edhe bashkia e Lushnjës, i kanë vënë mjetet e tyre në dispozicion të bashkisë Fierit, siç janë autobotet apo edhe eskavatorët e tyre. Ka një koordinim për planin e masave. Sigurisht kemi folur edhe për fazën e mëpasme që do të ketë bëj me kompensimin e dëmeve. Bashkitë do ta performojnë këtë proces, bazuar në gjithë aktet ligjore dhe kornizat ligjore që parashikohen për gjitha dëmet që vijnë nga fatkeqësitë natyrore.